Mos harro të bësh subscribe. Qershori i artë. Lek me thas për këto 3 shenja, porta e pasurisë më në fund hapet. Qershori vjen si një valë energjie pozitive për disa shenja të horoskopit, duke sjellë jo vetëm ndryshime të mëdha, por edhe mundësi të ralla për të përmirësuar financat dhe jetën materiale. Yjet kanë bërë një kombinim të fuqishëm këtë muaj, dhe për 3 shenja të veçanta, portat e lekëve hapen më në fund pas shumë përpjekjesh, sakrificash dhe durimi. Ky muaj nuk është si të tjerët sepse energji të fuqishme planetare, përfshirë ndikimin e Marsit në fushën e veprimit dhe të Venusit në vlerat personale, sjellin një periudhë të mbushur me shanse financiare, ide të mençura për investime dhe lajme që do t'i befasojnë edhe ata më skeptikët. Disa do marrin lajmin e një pagese të vonuar, të tjerë një rritje page ose një mundësi që nuk pritej. Këto shenja do të përjetojnë një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si e shohin paran, por edhe si e menaxhojnë atë. Nuk është vetëm fati që i ndihmon, është dhe këshillat që kanë ndjekur, puna që kanë bërë dhe vendimet që kanë marrë në heshtje. Qëndro me mua deri në fund për të zbuluar nëse ti je ndër shenjat që këtë qershor do mbushin xhepat plot dhe do ndihen më të sigurt se kurrë. Demi, qershori do të jetë një muaj historik për ty, Demi. Më në fund ndihesh sikur universi po të jep shpërblimin që meriton, dhe këtë herë shpërblimi vjen në formën më konkrete, lek. Në fillim të muajit, një mundësi që lidhet me një projekt të vjetër, një bashkëpunim profesional, apo një vendim të guximshëm të marrë muaj më parë, nis të jap frytet e veta. Do të vijë një shumë e papritur, ndoshta nga një bonus pune, një kthim borxhi, apo edhe një fitim i papritur nga një burim që nuk e prisje. Demi është praktik dhe di të menaxhoj mirë paran, por këtë muaj, yjet të nxisin edhe të investosh apo të mendosh më gjatë për të ardhmen tënde financiare. Në datat 5, 12 dhe 26 qershor, do të marrësh sinjale të forta për lëvizje që do të sjellin më shumë të ardhura, sidomos nëse je vetëpunësuar. Kini kujdes vetëm të mos e shpenzoni me dorë të lirë atë që vjen me bekim, sepse ky muaj është vetëm fillimi i një rrjedhe të re financiare për ty. Gaforja. Për ty, gafore e ndjeshme dhe intuitive, qershori është çelësi për të hapur kasafortën e universit. Hëna e plot dhe pozicionimi i Jupiterit do të sjellin lajme që ndryshojnë realitetin tënd ekonomik për mirë. Një ofertë pune, një propozim bashkëpunimi, ose një marrëveshje që ke pritur prej kohësh, më në fund konkretizohet. Nëse ke patur borxhe ose ke qenë në një ngërç financiar, ky muaj do të nxjerrë nga presioni. Lajmet e mira vijnë rreth javës së dytë të muajit, ku do të ndjesh se çfarë do të thotë të hapen rrugët. Do marrësh lek edhe nga një burim që të ka befasuar, ndoshta një dhuratë, trashëgimi e vogël ose ndihmë nga dikush që nuk e kishe pritur. Më e rëndësishmja, do ndihesh më e sigurt financiarisht dhe kjo do të ndikojë edhe në marrëdhëniet me njerëzit e tu më të afërt. Universi po të jep një mundësi, mos hezito të besosh dhe të ecësh përpara. Bricjapi, ti e di çfarë do dhe nuk ndalesh derisa ta arrish, dhe qershori të shpërblen më shumë se kurrë më parë. Ky muaj do të jetë një kthes për të gjithë ata bricjap që kanë luftuar fort për të ngritur biznes, për të rritur të ardhurat apo për të dalë nga një situatë e ngarkuar financiare. Do të marrësh një ofertë të ardhur, ndoshta për një pozicion të ri pune, një rritje rroge apo një bashkëpunim me një kompani serioze që e vlerëson profesionalizmin tënd. Këto lek nuk janë rastësi, janë rezultat i durimit dhe përkushtimit. Ti do të dish çfarë të bësh me to, do planifikosh, do kursesh dhe do hedhësh themelet për një të ardhme të sigurt. Datat që duhen mbajtur mend janë 7, 18 dhe 24 qershor, ku një komunikim, një email apo një telefonat do të hap derën e një ndryshimi të madh. Nëse ke menduar të investosh, të ndryshosh ambient pune apo të kërkosh diçka më të madhe, qershori është muaji yt. Këto 3 shenja janë në një moment të veçantë, ku yjet po punojnë për të sjellë befasi të mëdha financiare dhe mundësi që mund t'ju ndryshojnë jetën. Nuk është rastësi që pikërisht tani, në këtë periudhë, po hapen dyert që deri tani kanë qëndruar të mbyllura. Por kujdes. Fati është aty, por për ta përfituar plotësisht duhet të jeni të gatshëm të veproni me vendosmëri, të merrni rreziqe të mençura dhe të mos lini pas dore asnjë mundësi që ju del para. Tani dua të di nga ti, cila është shenja jote? Shkruaje në koment.
Dhe nëse do të doje të përgatit një parashikim të detajuar edhe për shenjën tënde, më thuaj menjëherë dhe do të kujdesem që të marrësh informacione ekskluzive dhe udhëzime të sakta. Mos haro, e ardhmja financiare është në duart e tua, dhe ky është momenti për të ndjekur fitoren.